Tri mundësit për të formuar qeverinë e re në Kosovë, fati në duart e presidentes Osmani. Po bëhet gati një muaj plot qysh nga data ku janë mbajtur zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar para pak ditësh numërimin e votave në tërësi, duke përfshirë dhe ato të diasporës, votat me postë dhe votat me kusht. Por edhe nuk kemi një rezultat zyrtar nga zgjedhjet e fundit e kësaj asnjë qeveri të re. KQZ-ja qysh nga dita e parë e mbajtjes së zgjedhjeve ka pasur probleme me numërimin e votave dhe që ky proces i numërimit më pas është të i zgjatur. Qytetarët tashmë janë në pritje të shpalljes së rezultatit të fundit dhe vendimit se kush do të formojë qeverinë e re. Tashmë dihet se lëvizja vetëvendosje e zgjedhjeve mirë po i duhet një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Por sa kohë ligjore deri në formimin e qeverisë së re duhet? Çfarë mund të ndodhë nëse te kalohet ky afat ligjor? Kështu, sipas avokatit Adrian Bajraktari, afati për formimin e qeverisë fillon nga certifikimi i rezultateve zgjedhore. Sa i përket çështjes së themelimit të institucioneve, afati fillon me rrjedh nga certifikimi i rezultateve ku sipas nenit 66 të kushtetutës, seanca konstituive ku vendi duhet të mbahet brenda 30 ditëve nga shpallja e rezultateve. Përkatësisht certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve vlerëson ai. Ai thot po ashtu se pas konstituimit të kuvendit përkatësisht zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkretarëve të kuvendit kalohet në hapin pasues të formimit të qeverisë. Vlen të theksohet se në këtë proces roli i shefit të shtetit, përkatësisht presidencës së vendit është shumë i rëndësishëm, ajo ka rol aktiv në këtë proces, si dhe unifikues sikurse e përcakton kushtetuta, vlerëson Bajraktari. Lidhur me këtë tematik ka folur dhe profesori i juridikut Blerim Bujrjani. Ai thotë se zgjedhjet kryeparlamentare fillimisht nga partia fituese, pra vetëvendosja, më pas presidenti afton të jetë të njëjtën parti për të propozuar kryeministin dhe qeverinë. Nga dita e certifikimit duhet fillojë procedura konstituimit të kuvendit. Kjo punë ndodh shumë shpejt, brenda ditës zgjedhet kryeparlamentari nga grupi më i madh parlamentar që është vetëvendosja, pastaj presidenti ka obligim kushtetues të ftojë partinë fituese të propozojë kryeministin e qeverinë. Afati kushtetues rrjedh nga dita e kërkesës së presidencës për partinë fituese. Afati kushtetues është 15 ditë, nëse dështon atëherë i jepet rasti për herë të dytë vetëvendosjes me të njëjtën procedurë të propozojë një kandidat tjetër për kryeministër. Afati rrjedh nga dita kur presidenti afton partinë fituese me të dhënë një emër të dytë për kryeministër në vlerëson profesori. Ai thotë se nëse dhe kësaj here dështon presidenti ai fton partitë që kanë fituar në zgjedhje dhe negocion zgjidhjen. Nëse dështon zgjidhja, atëherë shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra detyra e presidentes është gjetja e mënyrës për të dalë nga ngërçi, pra me rëndësi është presidenti të ecë me procedurë pa ndalur deri në zgjidhje, secili do të jetë propozimi nga presidentja pritet të shihet më vonë.